Ke dëgjuar për teorinë e luleve të diellit? Thonë se kur I dhuron dikujt një lule dielli, duhet I dhurosh 2 të tilla. Sepse kur dielli shkëlqen, lulet diellit kthehen nga drita. Por kur bie nata, ato kthehen nga njëra tjetra. Sepse dritën e gjejnë tek njëra tjetra. Prandaj kur I jep dikujt lule dielli, e duke thënë, edhe në errësirë, ti je drita ime. E bukur apo jo? Kjo lloj dashurie që nuk errësohet as kur errësohet qielli. Kjo lloj dashurie që rritet edhe kur nuk ka gjithnjë diell. Do të thotë të zgjedhim njëri tjetrin edhe në dhomat e qeta, në mëngjeset e zakonshme, në stuhit që ngjan se s'do të mbarojnë kurrë. Është dienia që edhe kur bota bëhet e ftohtë, do të gjesh ngrohtësi në sytë e tyre. Edhe kur jeta rëndohet, prap do të zjas dorën për të kapur dorën tënde. Sepse dashuria e vërtet nuk është ndjekja e dritës, por të bërit dritë për njëri tjetrin. 2 lule dielli që rrotullohen ngadalë nga dashuria, edhe kur nata është e gjatë.